E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, këtë herë për të fokusuar pak tek Ferma VIP. Ferma VIP, një ndër formatet më të bukura që unë me thënë drejtët e kam parë deri më tani, natën e mbrëmshme dhe ditën e sotme po na mban mbërthyer për ekranin televiziv të shohim se çfarë po ndodh dhe si po shkojnë gjërat. Tani, a ka rregulla të thyera në këtë shtëpi? Me patjetër që ka rregulla të thyera. Fenomeni Mimoza, një nga personazhet më interesante se ku qënë në momentin e parë që ka hyrë në shtëpinë e Big Brotherit, të Fermës, më falni, ka tërhequr vëmendjen e të gjithë banorëve dhe ka marrë dashurinë e të gjithë shqiptarëve, është Mimoza. Unë me thënë drejtën nuk e kisha pritur që Mimoza e ka këtë yllin e saj të veçantë, që me humorin e saj të sinqert, me humorin e saj të drejtë, me vërtetësinë e saj, të mbërthen të gjithë publikun shqiptar brenda një ekrani. Tani çfarë ndodh? Nëse ndiqni të dy kanalet e Fermës Live në YouTube, do shikoni që shikueshmëria më e madhe është atje ku është Mimoza dhe kamera më e fokusuar është aty ku është Mimoza. Do të thënë Mimoza është fenomeni i këtij formatit. Unë sinqerisht nuk e kuptoj se është hapur një televotim, do të zgjidhet fermeri më i preferuar dhe normalisht ne të gjithë shqiptarët presim që të jetë Moza, por ndjesia emocionale që kemi në rrjetet sociale dhe ndoshta mbështetja që ne Mimozës nuk do t'ja japim me mesazhe, ndoshta edhe nuk mund ta nxjerrën të preferuara, sepse duhet votuar me mesazhe për preferim, jo me komente. Mimoza tregon një dimension të një njeriut që realisht në kohët ku ne jetojmë ka humbur. Do me thënë, është shumë e sinqert, është shumë e vërtet, është shumë e drejt për drejt, dhe mendoj që produksioni do ta ketë shumë të vështirë menaxhimin e Mimozës, sepse Mimoza është e vërtet dhe nëse Mimoza do të preket në pikat e saj të kuqe, nuk ma merr mendja që ka opinionist dhe nuk ma merr mendja që ka produksion që mundet të ndaloj Mimozën dhe mundet të kontrolloj Mimozën. Sepse shikoj që Mimoza ka një vetbesim jashtëzakonisht të madh dhe e ka atë unin që është e theksuar që unë jam unë dhe unë do të dalë përtej saj. Tani, Mimoza e ka nisur Fermën me shumë qetësi. Ka thyer rregullat, është e vërtet, sepse ka ngrënë nga ushqimet e sponsorave, nuk ka ngrënë nga ushqime që aga i madh do cilën për banorët, por këto gjëra toleroheshin sepse dita e parë, por unë mendoj që Mimoza, strategjia e saj në Fermë është sinqeriteti dhe ajo ka përzgjedhur që duke i thyer rregullat, sipas natyrës së Mimozës, Mimoza do të bëjë gjërat më interesante brenda në atë shtëpi. Do me thënë, është shumë dinamike, është shumë pozitive, është shumë e dashur dhe unë mund të them trosh që Mimoza është kthyer fenomeni i këtij formatit. Unë mendoj, me thënë drejtën, që banorët e parë apo banori i parë i preferuar do të jetë midis Mimozës edhe do t'jetë midis ndoshta Elvis Pupës. Do me thënë, këto të dy pak i shoh si banor më të duar trokitur që në momentin e parë që kanë hyrë. Realisht e pash edhe Akilin si faktor kryesor, por Akili ndoshta edhe u keq kuptua pak si fillim, sepse shoh që kanë filluar shumë komente negative për faktin që Akili ju afrua asaj vajzës dhe po i cënonte privatësinë. Akili nuk i ka cënuar privatësinë, ishin duke qëndruar në pjesën e tualetit dhe Akili normalisht bisedonte. Ndoshta hiperaktiviteti që Akili e ka në vete keq interpretohet jashta kamerave, por unë mendoj që Akili do ndryshoj këto qasje dhe do të dhuroj një energji shumë të bukur pozitive. Do me thënë, banorët apo fermerët janë shumë interesant, por Mimoza është kryefjala e kësaj ferme. E shikoj që dhe Soni ka përzgjedhur shumë qetësinë, shumë energjinë të bukur pozitive dhe mendoj që mes kësaj treshes do të jetë banori i preferuar, por unë duke besuar tek Arbana, duke besuar tek Eduardi, mendoj që pa marrë parasysh si do të jenë votat tani me telefon, Arbana dhe Eduardi do të respektojnë dëshirën e madhe të publikut dhe do ta nxjerrin Mozën
të preferuarën dhe besoj që Moza me fenomenin të preferuar do ndryshoj krejtësisht strategjinë brenda fermës që do të jetë shumë interesante.